إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونسألك الثبات والعزيمة على الرشد، ونسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل. Të nderuar vëllezër e mi, për sot kemi zgjedhur një këshill tepër të vyer të ndarë në disa pika nga dietari i madh i hadithit me hak riportërisë i fesë që kanë cilësuar në zonën e Yemenit, Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi nga Yemeni, Allahu mëshiroft, që ka ndruar jetë para 25 viteve në muajin korrik të vitit 2001 sipas kalendarit gregorian. Lutë Allahun ta mëshirojë atë me mëshirën e tij të gjerë dhe na japi ne dobi nga dituria dhe libra që i ka lënë nga këto këshilla të vyera. Disa këshilla tepër të vyera nga dietari i madh i Yemenit, Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi, Allahu mëshiroft, për studentët e dijes. Edhe pse ne jemi të veshur, jemi në hapat e parë dhe ngërmat e para të dijes, por lutë Allahun të na bëj studenta dije, pse jo të përparuar, pse jo thirrsa dhe dietar të Islamit, dhe të bëj dobi me ne. Thot Allahu mëshiroft në këto pak rreshta, i këshilloj vëllezërit e mi në Allah, studentët e kërkuesit e dijes, me disa çështje të shkurtra, sepse vendi nuk lejon shtjellim dhe sqarim më të gjerë, duke qenë se janë shkruar libra të shumta për vlerën e dijes dhe të dietarëve. Prandaj ju këshilloj me sa vijon, thot Allahu mëshiroft. Së pari, sinqeriteti për Allahun. Allahu lasuar thot: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dinu hunafa." E nuk qenë urdhëruar për tjetër iftarët e librit, vetëm se që ta adhurojnë Allahun me sinqeritet në fe, të kryejnë namazin, të japin zakatin, dhe kjo është feja e drejtë. Dhe siç përcillet në dy sahihet nga Umar ibn Khattabi, Allahu që të kënaqë me të, se pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka thënë: "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayh." Pra ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith që përcjellet në sahihain nga prisi besimtarëve, Umar ibn Khattabi ka thënë: veprat janë sipas nijeteve, në transmetim sipas nijetit, pra në njejes, dhe çdo njeriu i takon ajo që ka pasur për qëllim. Kush e bën emigrimin, pra hijretin për Allahun dhe të dërguarin e tij, atëherë emigrimi i tij është për Allahun dhe të dërguarin e tij. E kush emigron për të përfituar ndonjë dobi të kësaj dynjaje, ose për një grua që ta martojë atë, atëherë hijreti i tij është për atë të cilën ai ka emigruar. Prandaj thotë Sheikhu, mos e kërko dijen për diplomë dhe as për interesat të tjera të dynjas. E sa të shumë janë këta që kërkojnë dijen për diplomë dhe mburen me diploma dhe me dëshmitë e tyre, por se për këtë Allahu nuk ka dhënë dobi në dijen e tyre dhe as nuk ka dhënë njerëzve dobi me diturinë e tyre. Së dyti, thot Allahu mëshiroft, durimi në kërkimin dhe përvetësimin e dijes, në përsëritjen, ruajtjen, mbrojtjen dhe për hapjen e saj. Allah lërsuar thot: "وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ." Dhe prej tyre bëm prijës që udhëzonin me urdhrin ton kur patën durim dhe ishin mëse të sigurt të bindur në ajetet tona. Është pyetur Imam Ahmed ibn Hanbal, imam i Ahli Sunnetit rahmetullahi alayhi: "O imam, a jepet sukses dhe triumf robit pastaj sprovohet?" Tha: "Jo, nuk jepet sukses dhe triumf robit në dynja derisa të sprovohet." Edhe recitoi këtë ajet dhe tha, atë citatin e tij të artët,
Bisabri wal yaqin tunalu al-imamatu fi ad-din. Me sabër, me durim dhe me yaqin, me bindje, me siguri në fenë Allahut, arrihet prislëku në fe. Allah na bëft prej tyre. Po ashtu në sahih transmetohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thënë, ka hadithi Muadh ibn Jabal ka thënë, was-sabru diya. Pra durimi është dritë. Njëri prej selefëve Yahya ibn Abi Kathir i tha djalit të tij, dia nuk arrihet me rehatin e trupit. Pra nëse do të bësh prej nxënësave të dijes dhe do të shkëlqesh në marrjen e dijes, në mërimin e saj dhe në prapjen e saj, atëherë duhet që të lodhesh, ta lodhësh trupin. Pra nuk arrihet dituria me rehatin e trupit. Dhe Abdullah ibn Umar tha, Allahu që të kënaqë me të dy, thuaj studentit të dijes të veshtot këpus prej hekuri. Subhanallah. Thuaj studentit të dijes që të vesh këpus prej hekuri. Së treti, thot shikhu Allah më shiraft, taqwa Allah. O shikhu me taqwa Allah, pra këshilloj për devotshmëri dhe për kushtim kërshi Allahut. Allah lërsuar thot, ja eyyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Ajeti kuranor. O ju që keni besuar, nëse i friksoni Allahut, ai do t'u jap juve dallueshmëri, pra furqan, me të cilën do të dalloni midis hakut dhe batilit, midis asaj që është sunet dhe udhëzim dhe asaj që është bidat dhe devijim dhe humbje dhe lajthi. Dhe sa nevojë ka nxënësi dijes që të dallojë tek shejkhat e tij kush janë devotshmit, kush janë ata që janë ala manhajin nubuwa, që janë metodologjinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kush janë sinqertit dhe më pas çfarë të marrë dije prej tyre. Dhe thot i lartësuari, o ju që keni besuar, friksoni Allahut dhe besoni të dërguarin e tij. Ai do t'u jap ju dy fish nga mëshira e tij, do t'u jap dritë me të cilën do të esni dhe do t'ju fal ju. Po ashtu thot i lartësuari, thot wattaqullah wa yuallimukumullah. A do i lash më të mirë që të arrish diturinë? Ky ajet kuranor. Friksoj Allahut dhe Allahu do të mësoj ty. Thot wattaqullah, ndaj friksojeni Allahut, wa yuallimukumullah, dhe Allahu do t'ju mësoj juve. Pra, ruaju nga gjunahet dhe pro urdhresat, puno me atë dije që Allahu të ka dhënë, që Allahu të të mësoj atë shka s'ta ka mësuar ende se ka mësuar ende, pra të hapi dritë. Dhe të gjithë e dim historinë e Shafiut rahmetullahi alayhi, kur po shkonte nga banesa e tij për ke shejhu i tij Wakia. Dhe rrugës në treg kalonte pra ke pazari, aty binte rruga dhe pa frynte erë dhe pa femrën e një gruaje të huaj, femrën. Edhe uli ndroi shikimin dhe bëri istighfar, pra për ta pastruar shikimin e tij dhe sepse ranë në diçka të ndaluar. Shkon ke Wakiu rahmetullahi alayhima dhe i thot lexo të çfarë kam dhënë për detyrë të memorizosh. Dhe fillon po i përziheshin çështjet. E kuptoi Wakiu dhe i thot subhanallahu çka ka ndodhur, se Imam Shafiu ka qenë domethënë shenjë për shemët Allahut në memorizim. Rrallë shkruante, memorizonte domethënë. E ka memorizuar Muatën në mezhliset e Imam Malikut, se ka qenë i varfër, s'ka pas deftere dhe laps me shkruajt. Por se ka memorizuar gjithë Muatën dhe ka recituar Imam Malikut, shehut të tij, pra nga krahërori nga memorizimi i tij, është habitur Maliku me memorizimin e këtij djaloshi. Edhe parashikoi me lenin Allah që ai do të kishte një të ardhme domethënë të shndritshme, siç e pati. Edhe i thotë Wakiu ato vargjet, po që s'po përshtas dot nesër, do përshtas domethënë me shipen time të lodhur, thotë shakautu ila Waki su'a hifdhi فارشدني إلى ترك المعاصي وقال إن علم الله نور ونور الله لا يهدي للعاصي. Ju ankova Wakiut për memorin e dobët. Ai më orientoi që ti braktis gjuna dhe më tha dije se dituria Allahut është dritë, dhe dritë Allahut nuk i jepet gjunaqarit. Pra kuptoj që diçka e ka ndodhur djaloshit. Rahmetullahi alayhi. Kjo ishte pika e tretë. Pika e katërt, barakallahu fikum, është vazhdimësia dhe këmbgulja në kërkimin e dijes. Siç ka ardhur në hadithin e Aishës radhiyallahu ta'ala anha, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ahabbu al-a'mali ila Allah adwamuha wa in qall." Mani më këtë hadith. Ahabbu al-a'mali ila Allah, pra mos shikoj të bësh vepra të mëdha, dhe pastaj do psohesh dhe pezmatohesh dhe mërzitesh dhe i braktis ato. Merë këtë hadith, merë këtë ilaç profetik.
veprat më të dashura tek Allahu janë ato që janë të vazhdueshme, qofshin dhe të pakta. Pak edhe deri në fund të jetës tënde. Thot sa student kanë zgjuarësi të madhe, por e lënë për gjysmë, e ndërpresin kërkimin e dijes ose mërziten, kështu që nuk përfitojnë prej saj. Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu thoshte: isha një njeri i varfër dhe e shoqëroja të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam për të mbushur barkun tim. Shih modestia e Ebu Hurajras. Për të mbushur barkun. Kështu u bë Ebu Hurajra njeriu prej më të dalluarve në ruajtjen dhe momlezimin e haditheve prej sahabëve. Pra mori sigurisht edhe barkun e mbushi alhamdulillah në shoqërinë me pejgamberin e selam. Mori nga bereqeti, domethënë që Allahu i dha pejgamberit e tij, por se mori atë që është më e rëndësishmja. El ulama warathatul anbiya. Pra mori trashëgimin pejgamberike, mori diturinë dhe ka qenë min ahad al-mukthirin min al-sahaba. Pra një prej memorizësve më të mëdhenj të hadithit prej sahabëve radhiyallahu anhu wardahum. Sufjan ibn Uyayna thot e shoqëroi Amr ibn Dinarin rreth 20 vjet. Pa shifur dashka kohë gjatë. Ka shoqëroi shehun tat. Ne duam me pak ditë, me pak muaj, me pak vite të arrijmë. Shikojmë që nuk arrijmë me praktisin fare, jo. Kjo është provë për Allahut. Të pakët janë ata që arrin diturinë në 3, 4, 5, 6, 10 vjet. Apo shikosh selefët 20, 30, 40 vjet. Duhet kohë gjatë, siç ka thënë Shafiu në poezinë e tij, çfarë? Akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'ubiuka bi tafsilin fi bayani fa dhaka'un واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول الزمان. Pra në fund ta shoqërosh të mësuesin dhe kohë gjatë do. Dhe ka përmendur dhe çfarë? Duhet durim për kushtim dhe të mjaftohesh me pak nga dynjaja. Po që se ke tafma që të grumbullosh pasuri dhe të grumbullosh dhe dituri, të dyja bashkë në vështirë se i bën dot. Edhe të bësh grumbullosh pasurinë, që është domethënë çfarë kalmësira e dynjas, edhe të grumbullosh trashëgiminë e pejgamberëve, të pakët janë ata që kanë grumbulluar të dyja. Do praktikësh dynjan dhe do t'i kridhesh ahiretit dhe diturisë, siç ka ardhur të çfarë? El ilmu idha a'taytahu kulluka a'taka ba'dahu. Dijes nëse jep gjithë qenien tënde, i dedikohesh me gjithë qenien tënde, ajo të jep një pjesë të saj. Po kur ne japim një pjesën tonë, ose atë kohën e lirë sistemin e domthon, sa na jep? To pak gërma që ne dim dhe i përcjellim dhe i përkujtojmë ato mes nesh, Allahu na përmirësoft. Sufjan ibn Uyayna shoqëroi Amr ibn Dinarin rreth 20 vjet dhe u bë njeriu më i saktë dhe më i besueshëm në transmetimin prej tij. Allahu i mëshiroft ata dy. Muhammad ibn Ja'far al-Ghundari thot shehu e shoqëroi Shu'ban 20 vjet dhe u bë njeriu më i saktë dhe më i besueshëm në transmetimin prej tij. Po ashtu Muhammad ibn Ja'far e tham. Kjo nuk arrihet vetëse pra këta shehu na jep këto shembuj sepse ka qenë prej shehu ka qenë muhadith dhe i një mirë historitë dhe sirat, biografitë e burrave të hadithit. Pra, kur është pyetur Imam Ahmed ibn Hanbal, rreth komentit fjalës pejgamberit, hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thotë la tazalu ta'ifatun min ummati al-haqqi zahirin deri në fund të hadithit, pra nuk do të rreshti së qenuri triumfues në të vërtetë një grup i vogël për ummetin tim, u pyet i tha o Imam, kush janë këta? Tha, nëse nuk janë dha njerëzit e hadithit, burrat e hadithit, dietarët e hadithit, nuk di se kush mund të jetë tjetër. Pra Sheikh Mukbil në ka dhënë disa shembuj se ndoshta do zgjatet mezhlisi që këta burra ama po të gjejmë nga 15 vjet, nga 20 vjet, nga 30 vjet, kështu që mos u pesmato. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam burit vjetër, ishte i burr me thinja, erdhi dhe tha, o ja nebi Allah, pejgamberi Allahut, kam ardhur tha të pyesja për një mesele, për një çështje e fikut. Çfarë i tha? Tha merhaban bi talib al-ilmi. Nuk i tha në këtë moshë 60 e futur dijes, i tha jo, mirë se vjen, mirë se ardhe o kërkuesi dijes. Ai erdhi me pyet për një mesele e quajti talib ilm. Sot ka vëzë alhamdulillah që kanë 5, 10, 15, 20 vjet apo 30 vjet në dije dhe thonë ti tha, jo, s'është nxënës dije ai. Nuk e di se me çfarë peshore domethënë dhe me çfarë kriteri i peshojnë nxënësat e dijes. Aleikum salam dorket. Pastaj nxënësat e dijes janë shkallë. Dikush ka përfituar më pak, dikush më shumë, dikush është më i përparuar. Forse, sigurisht që hasedi më kupton, i cili çfarë, ti shkrin veprat ashtu si zjarri dhe i djeg drut, nuk i lë sepse kanë hased në zemrat e tyre. Allah na ruaj nga hasedi i nxënësave të dijes mes tyre.
kjo nuk arrihet vetëm me dashuri për dijen dhe dëshirë të madhe për të. Dhe sa bukur ka thënë poeti. Ka thënë, pagjumësia ime dijen për ta seleksionuar, më e ëmbël më është se sa i bukuroshe gjatë për ta përqafuar. Është drejtuar të rinjve kjo, sepse normale që dituria më e mirë është kur e nis domethënë në rini, ta'limu fi sighar apo fi shabab ka naqsh al-hajar. Mësimi në vegjëli dhe në rini është si të gdhendesh mbi shkëm. Kështu thot pagjumësia ime dijen për ta seleksionuar, më e ëmbël më është se sa i bukuroshe gjatë për ta përqafuar. Dridhja ime nga gëzimi për zgjidhjen e meseleje të vështirë është më e ëmbël se sa vera që shërbyesi i hedh atij tjetrit për të pirë. Tash çfarë shembuj? Pastaj thot zhurma e lapsave të mi mbi flet është më e ëmbël se dajret e të dashuruarve vërtet. Më e këndshme se vajza kur dajren godet është kënaqësia ime rërën kur largoj nga çdo flet. Domethënë atë plurin. Sepse do të thotë që ti do kthehesh do lexosh librat e selefëve. Edhe ato kur njerëzit i kanë kthyer shpinën dijes, pra e bërë pa nevojshëm për dijen, kanë zënë plur. E keni parë librat në xhamiat e muslimanëve në përbot ose në biblioteka? Vetëm dora një dietari apo një dijes që është dashuruar me dije dhe është dedikuar dijes, ajo është ajo që eksploros. Ata ja dim vlerën dijes. Ka njerëz që kthehen nga haxhi dhe umra me dhurata plotë me parfume, me kudeune, me hijabe, me radhë, të tjerë kthehen me çanta me libra. Pra shive, dallimi midis dësit dijes kush është kënaqësia e tij ke librat. Thot Sheikh Salih El-Sheikhu, Allah ruaj, thot nuk kam shumë shok, thot, s'kam shok fare, thot. Shokët e mi thot janë librat. Aty e gjej kënaqësinë time. Sheikh Islam ibn Taymija dilnin prej të tjerë pasere me vëllezërit e tij dhe dilnin në Damask, dilnin kodrave dhe ke parasysh me shiju domethën ato bukurit. I thoshin, "O Ahmed, a do vish me ne?" Thotë, "Ja, thon pari me librat e mi." Dhe kur u kthyen, një nga vëllezërit i thot, "Pam këto u kënaqem." I thot, "Ndërkohë që ju mungoni thot, u shpëtova thot kaq libra thot." Allahu Akbar. Kjo quhet muta. Mutat talib el-ilm. Kjo është kënaqësia e nxënësit dijes. Pra, nëse i doni ato vargje, inshallah u arçojmë edhe ke grupi, ishin shumë të goditur, la ilaha illallah. Sigurisht përthimi pak i dobët, po Allahu na përmirësoft. Pastaj thot, e kaloj unë natën zgjuar dhe gjumin e prish, ndërsa ti je duke fjetur e pastaj kërkon të marrish. La ilaha illallah. Shu'ba ibn al-Hajjaj rahimahullah thoshte për një hadith, sikur të më vërtetoj, këta hadith që kam kërkuar dhe kam grumbulluar dhe kam shënuar, sikur të ishte i sakt, çfarë? Do të ishte më i dashur për mua se familja, pasuria, fëmijët dhe gjithë njerëzit. Pra shive kush ishte shqetësimi dhe ambisja e tyre, që saksimi i haditheve që ta memorizonte të punonte me dhe t'ia linte ummetit, bellighu anni walau aya. Për cilin për me qoftë edhe një ajet. La ilaha illallah. Gjithashtu duhet të qëndrosh larg problemeve dhe angazhimeve që të largojnë dhe të hutojnë nga kërkimi i dijes. Ka prej dietarëve Sheikh El Fauzani nga bashkëorët Allah ruajt, e pyesin shumë nxënësa, i thotë, "O Sheikh, a të paraprit thot martesën apo kërkimin e dijes?" To nëse se ke problem dhe nëse nuk ke provuar dhe se ke nevojë martesë thot, paraprit kërkimin e dijes thot, pastaj thot më vonë martohu. Sepse sigurisht që familja, groja, fëmijët e merat janë prekupuese dhe të impenjojnë dhe të angazhojnë nga kërkimi i dijes. Dhe shumë prej selefëve e kanë vonuar kërkimin e dijes, ka pasur prej tyre që dhe kanë vdekur beqar. Sheikh Islam ibn Taymija ka vdekur beqar, që është 2-3 vjeç, nuk u martua kurrë. Nawawi rahmetullahi alayhi edhe ai ka vdekur beqar, 45 vjeç. Thonë çfarë u martua me dijen. Kemi vëllezër që janë 10 në moshë, por lutë Allahun që patën të jenë martuar me dijen që të kenë shpërblimin e këtyre seleve, sepse kush martohet e ka përfituar gjysmën e fesë, thot hadithi, dhe lekët e fitë Allahut në gjysmën tjetër. Pra thot gjithashtu të këshilloj o studenti dijes, ti kushtosh vëmendje librave të dietarëve tanë të hershëm, si 6 libra të bazë të hadithit, që quhen çfarë? Ummahatul Kutub. Pastaj do të Musnedi Imam Ahmedit, Allahu mëshiroft, dhe libra të tjerë të dietarëve tanë, Allahu i mëshiroft. Dhe kjo nuk do të thotë të mos përfitosh nga librat e dietarëve të mëvonshëm të ehli sunetit, Allahu mëshiroft gjithë ata. Po ashtu të këshilloj të specializohesh
pasi të kesh marrë njohuri të bazë të shkencave fetare. Specializimi ka si argumento në dy sahihet. Transmetohet nga Hudhaifa ibn al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu se ka thënë, hadithi i bukur thotë kana nasu yas'aluna Rasulullah anil khair wa kuntu as'aluhu anil sharr makhafata an yudrikani aw khashyata an aqa'u fihi. Thotë njerëzit ishin që e pyesin pejgamberin për khairin, unë e pyesja për sharrin, për fitnën, për trazirat, thotë nga frika se do të bien të apo se do të më arri mua. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam e miratoi këtë gjë. Dhe Hudhaifja është ai që ka transmetuar shumë hadithet e fitneve, po shikosh, kthehen të gjithë këtë transmetimi i Hudhaifës, që një herazi ishte dhe mbartësi i sekreteve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe dinte emrat e hipokritëve që Allah subhanahu wa taala ja pa reveluar pejgamberit ton sallallahu wassalamu alaihi. Pra thot, shiku duhet të përpiqemi të shtojmë dijen çdo ditë. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah thoshte, mos e begatof Allahu atë ditë timen në të cilën nuk mësoj në të diçka të re dhe të dobishme prej tës. Ku jemi ne me këtë? Çdo ditë mësosh nga se kështu është dija, çfarë? Pik ose gur bëhet mur thot populli, pik mbushet ai baseni i diturisë tate. Po sigurisht duhet punosh me të dhe më pas ta përcjellësh edhe të kesh sinqeritet në të gjitha këto. Në dy sahih transmetohet nga Abdullah ibn Umari radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: La hasada illa fi ithnatayn. Nuk ka zili të lejuar vetëm në dy persona. Një njeri që Allahu i ka dhënë atij pasuri dhe ai e shpenzon atë në hak natë dhe ditë, dhe një njeri që Allahu i ka dhënë këtë libër, në një transmetim i ka dhënë urtësinë dhe dijen dhe ai vepron me të natën dhe ditën. Madje Allahu lartësuar subhanahu wa taala i thot profetit ti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam librin e tij, wa qur rabbi zidni ilma. Ton dietarët nuk është urdhëruar pejgamberi selam që të kërkoj shtesë në diçka Allahut, përpos se në dituri thot, o Zot, shtoma dijen. Dhe duaja Allahut me shtimin e dijes, kjo është prej shkaqeve të arritjes së dijes së dobishme. Siç e hapën me mezhlisin pejgamberi selam çdo mëngjes thoshte Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a o rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. O Allah, ty të kërkoj dituri të dobishme, çfarë? Vepra të pranuara, furnizim të pastësh, pra halal, dhe vepra të pranuara, pra prej shkaqeve të arritjes së dijes. Duhet të përpiqesh të përfitosh nga ajo që ke mësuar, sepse Allahu lartësuar thot për dietarët e jehudive, ben Israilve. Në surën al-Jumu'a, mathalu alladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalu al-qawmi alladhina kadhabu bi ayati Allah wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Thotë i lartësuari, shembulli i atyre që u ngarkuan, pra e memorizuan Teuratin e pastaj nuk e zbatuan atë, është si shembulli i gomarit që mbart libra. Pa jo vetëm ta memorizosh dijen, por ti je i pari që përfiton prej saj, i pari që punon me të. Dikush nga selefët ka thënë, nëse mëson thot një mesele, qoftë akidës apo të menhexhit apo të hadithit apo të fikut dhe punon me të thot, ti thot je për njerëzit e sunetit. Pra, kush janë njerëzit e sunetit dësësh? Ata që bashkuan midis dijes së dobishme dhe punëve të mira. Bani mend. Nuk mjafton vetëm dija e dobishme. Ajo dije nëse nuk të bën dobi ty, si më do t'i bëj dobi të tjerëve? Pra që të jetë e dobishme duhet të punosh me të, dhe të bësh vepra të mira, duhet dituria e dobishme, ajo ta saktëson veprën, ajo ta bën të pranuar veprën, ajo të ngrej ke Allahu, të afron ke Allahu. Më pas do të kenë dobi njerëzit, pse? Se do të reflektosh çfarë? Diturit dobishme do të reflektosh çfarë? Pozitivitet dhe hajr, tauhid dhe sunet. E nëse s'ka bërë dobi ty, do të thotë që ose është e dobishme, ose enan, cilën ti e mbartë atë zemra jote, krahori yt, është i pisët. Ktheu pastro krahorin. Pastro enën, kudo e mbartësh në të diturin. Profeti alayhi salatu wasalam kërkonte mbrojtje tek Allahu nga dija që nuk sjell dobi. E duaja e gjatë Allahumma inni as'aluka, çfarë? Thoshte, wa a'udhu bika min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha wa ilmin la yanfa wa min 'aynin la tadma wa min du'ain la yusma'. Wa a'udhu bika min hadhihi al-arba'a. Pra kërkonte shtrim tek Allahu nga këto katër gjëra, prej tyre, pra që mos ta zgjasim mezhlisin, nga kërkoj shtrim tek ti nga dituria që la yanfa, që s'bën dobi. Ndaj kujdes mos të
thelloheni në tegzimet e dijes apo të merreni me çështje të tjera, përpos pa marrë në fillim dijen e akidës së saktë, tauhidit. Edhe të mësoni dhe shirku që truni prej tij, të mësoni dijen e sunetit, thelloheni të, edhe të mësoni bidatet që të ruani, distancioni dhe parlemroni prej tyre. Gjithashtu thashiu në pikën e 5 të këshilloj për ulësi ndaj Allahut, Allahu Akbar, dhe braktisje të mendimadhësisë. Allah lartësuar thot: do t'i largoj nga argumentet e mia ata që bëjnë mendjemadhësi në tokë pa të drejtë. Se asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq. Pra, kjo dituri nuk i bën dobi mendjemadhit, arrogantit, atij që do pris lëk. Kryesisht imamlarët tani janë sprovuar më vonë me famë. Thot Imam Ahmedi thot ubtulitu bishuhra. Fi ma'na kelami. Thot jam sprovuar thot me famë. Do të dëshiroj atij që ai musliman i thjesht, një rob i thjesht, ta adhuroj Allahun i vetëm shëtir. Pra nuk e doni imamlarët. Kush ai që e do famën dhe prislëgun, hubbu dhuhur yaqsimu dhuhur, thoshte Sheikh Al-Albani. Kishte në majt gjuhës, shehujn. Dëshira për famë dhe për të dukur ta thyen shpinën, ndaj kujdes nga fama dhe nuk është dije dobishme ajo që të jep ty arrogancë. Dituria dobishme është ajo që të jep ty përulësi, modesti. Kjo është ajo që të afron tek Allahu subhanahu wa taala. Të ti që dobishëm për njerëzit. Jo të mburësh të kërkosesh, të bësh mendjemadh se ti u ke kaluar me dije. Thot dietari dhe mufesiri i madh Mujahid ibn Jabr rahimahullah ka thënë: dija nuk arrihet nga i ndrojturi i turpshmi dhe as nga mendjemadhi. Ka shtuar sepse dy të parat janë pjesë e një hadithi që thot çfarë? Ithnani la yata'allaman, al-mustahi wal-mutakabbir. Ka shtuar çfarë? Edhe ka dija nuk arrihet nga i ndrojturi i turpshmi dhe as nga mendjemadhi. Allah na ruaj nga të treja çdo cilësi, të cilat pra të privojnë nga kërkimi edhe grumbullimi dhe dobia nga dituria. Thot shiku në pikën e 6, të këshilloj thot që ti jesh falendërues ka shi dietarëve prej të cilëve ke përfituar. Lutja për ta dhe ti jesh i mëshirshëm ka shi tyre. Abu Daudi rahimullah transmeton në sunenin e tij nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: nuk e falenderon Allahun ai që nuk i falenderon njerëzit. Pra kush u shqetësua me ty, kush hodhi kena jote e vogël, e ngushtë, nga ena e tij e gjerë dijes. Dietari pra. Prandaj, po të shikosh për shembull nxënësat bashkohor që u lexojnë libra dietarëve, çfarë thotë Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wal hadirin wal muslimin. O Allah na fal neve, falë sheikhun ton dhe gjithë ata që na dëgjojnë. Pra kjo është për edukatës së nxënësit dijes. Sis dietari thot: e alem rahimakallah, e alem arshadakallahu li ta'ati, dihet mëshiroft Allahu, pra ai trajton me mëshirë dhe me butësi dhe do që ti të mësosh dhe t'ja kalosh atij të bësh më i mirë dhe më i dishëm dhe më i dobishëm se ai, edhe ti çfarë këtë mirësi do t'ja kthesh me sa ju lodh me ty. Sa mirë themi ne për prindit: wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Thua jo Zot, mëshiroj ata dy siç u kujdesen, do kujdesen për mua kur isha i vogël. Po shiku që për kujdes të mësoj elif bete. Pra, ti jesh falendërues ka shi dietarëve dhe të lutesh për mëshirë për ta. E 7, largimi nga pasuesit e bidateve, nga librat e tyre, nga dietarët e këqij dhe nga mezhliset e tyre, sepse Allahu lartësuar thot: la ilaha illallah wattabi sabila man anaba ilay. Në këtë pjesë të ajetit sura Luqman thot: dhe ndiq rrugën e atij që kthehet ke unë. Ose thot në sura Al-Kahf: wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al-hayati ad-dunya. Sepse pjesa e dytë e këtij ajeti në surën Al-Kahf çfarë thot? Dhe mos i sikimin tënd tek ata që dëshirojnë jetën e dunjas. Dije se bidatçiu dhe bidatet e tij dhe me ato më thonë se impenjimin dhe prekupimin e tij, angazhimin e tij, ai nuk ka dëshiruar triumfimin e fesë Allahut dhe pasimin e sunetit për përcjelljen e sunetit. Por dëshiron çfarë? Rehatin e dunjas. Ato qoftë xhawarixhat, qoftë sufistat, qoftë të gjitha grupet ikhwansat, emerat, sururi, emerat, çfarë? Të gjitha ata që rebelojnë kundra prisave apo kanë diçka me dietarët e sunetit,
nuk dëshirojnë verse jetën e dunjas edhe sigurisht dëmet që bëjnë ata me bidatet e tyre aty ku i gjejnë çfarë vesh të drejtuara nga ata. Po ashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot hadithin e saktë akhwafu ma khafu ala ummati thot munafiqun alimul lisan. Gjëja që ka më shumë frikë për umetin tim është hipokriti me gjuhë të ditur. Flet me ajete me hadithe, por është hipokrit. Ai dëshiron famë, ai dëshiron çfarë? Që njerëzit ta lavdrojnë, ose dëshiron me dijen që ka marrë të polemizojnë me dietarët. Kujdes nga hipokriti me gjuhë të ditur. Allah lasuar thot në këtë ajet thot ja ayyuhalladhina amanu inna kathira min al-ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwala an-nasi bil-batil wa yasudduna an sabilillah. Thot i lasuari, o ju që besuat, vërtet shumë prej dietarëve, të jahudive dhe mushve të krishterë u marrin njerëzve pasuritë padrejtisht dhe i pengojnë nga rruga e Allahut. Edhe pasurinë ta marrin me të padrejtë, edhe të pengojnë nga rruga e Allahut, pengojnë nga xheneti i Allahut. Sepse devijimi për fundimin e kanë zjarr, Allah na ruaj. I kërcënuar me zjarr nga gjuha e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe nga fjala e Allahut lëshuar në Kur'an. Në pikën e 8 thot Sheikhu Allahu mëshiroft, kujdesi për shoqërimin me të devotshmit dhe njerëzit e virtytshëm. Allahu lëshuar pra thot e përmendëm ajetin në surën Al-Kahf wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Pastaj vazhdon dhe thot ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Përmbaje me durim veten tënde me ata që luten Zotit të tyre mëngjes dhe mbrëmje, duke dëshiruar shpërblimin e tij. Dhe unë pa ta përfunduar ajetin për mos më lëm për gjysmë shiku që komentojnë vetëm këtë pjesë të ajetit, thot dhe mos i hidh pra mos e shikimin dhe sytë tu drejt atyre që dëshirojnë stolit e jetës së dunjas dhe mos ju bind atyre që kemi bërë të shkujdesura zemrat e tyre nga dhikri, nga përmendja jon, o të bahawau dhe kanë pasuar lepshet e tyre dhe çështjet e tyre janë të hapërdara. Thot gjithashtu Allahu subhanahu wa taala në librin e tij Fisnik thot ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Shifë shoku ke shive bidaciu çfarë bën? Çfarë thotë i lartësuari? Thot, dhe atë ditë zullumqari do t'i kafshoj duart e tij duke thënë, sikur të kisha ndjekur rrugën me të dërguarin, o shkatërimi im, mjerë për mua, sikur të mos e kisha marrë filanin për mik dhe shok të ngushtë, vërtet ai më devijoi nga përkujtimi pasi që më erdhi, e atë shejtani e braktis dhe lënë në balë njeriun. Pra shoku keq, çfarë? Është bidatçiu, e fshori, ai që të shpërqendron ty nga feja e Allahut dhe nga bindja e Allahut dhe pejgamberit të tij, pra bien në gjuna dhe në epshe dhe në bidate. Po ashtu në dy sahih të shehut transmetohen nga Abu Musa al-Ashari radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, shembulli i shokut të mirë dhe shokut të keq është si tregtari i miskut dhe fryrësi i farkës. Tregtari i miskut ose të dhuron misk, ose blen prej tij, ose ndjen prej tij aromë të këndshme, ndërsa fryri i farkës ose ti djeg rrobat, ose ndjen prej tij pra erën e keqe të farkës. Prandaj thotë shehu, të këshilloj të largohesh nga këto parti dhe grupe të shpikura si vëllezërit musliman, pra ikhwan muslimin, el muflisin, i quhen shehu vëllezërit e falimentuar. Xhamati tabligh dhe grupet ashtu quajtura të xhihadit, të paditur e të shmendur i quhen. Kujdesu të shoqërohesh me njerëzit dhe me dietarët e Ahlusunnetit dhe Xhamatit dhe të konsultohesh me ta për çështjet që ndodhin, ka për qëllim çështjet bashkëore, çështjet e reja, për çdo gjë ktheu ke dietarët. Mos i pari në lajmet e reja ndodh ditë edhe ti prish ti fitnet, jo. Rri fundit. Dhe për çdo gjë ktheu ke dietarët, jo ke njerëzit e vegjël. Thoshte Ibn Taymija në Majmu' al-Fatawa thot لا يفتي في دماء المسلمين ولا في القضايا المعاصرة ولا في الجهاد في سبيل الله إلا خواص أهل العلم. Nuk jep thot fetva në çështjet e xhihadit, gjakut apo çështjet bashkëore, vetëm se një elit e veçantë e përzgjedhur prej dietarëve.
Në këto çështje ktheu këtë dietarët e mëdhenj mos pranot marrësh nga të vëjtët fare. Çështjet bashkëkohore. Dhe ruaju nga thytjet e vezveset e hizbive partijakëve, sepse ato janë si vezveset e shejtanit, i cili çfarë? Thotë i lartësuari, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura. Ai ju premton dhe i mashtron ata, por premtimi i shejtanit nuk është tjetër veç se mashtrim. Allah na ruaj. Sa të rinjtë të devotshëm, memorizues të Kuranit dhe të dalluar në sunet janë prishur nga partijakët me premtime dhe shpresat e tyre të rreme. Ata do të pyeten para Allahut për këtë, pra për veprën e tyre dhe për ata që kanë humbur dhe devijuar. Tashihu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Na mjafton Allahu dhe sa mbrojtës i mirë është ai. Pika e 9 nga këshillat e shehut të vjera thotë: ruajtje dhe kujdesi për kohën dhe shëndetin. Imam Bukhari transmeton saktin e tij nga Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ni'matani maghbunun fihima kathirun min an-nas, as-sihhatu wal-faragh. Dy begati në të cilat shumë njerëz janë të mashtruar është shëndeti dhe koha e lirë. Në hadithin e gjatë atij burrit që këshilloi tha: ightanim khamsan qabla khams. Shfrytëzo, përfito 5 përpara 5-ve dhe i tha çfarë kohën e lirë përpara se të prekupohesh të angazhohesh dhe shëndetin përpara smundjes, rinin para pleqërisë, pasurinë përpara varfërisë dhe jetën përpara vdekjes. Sot je i ri i shëndetshëm, ke mundësi të udhëtosh, se nuk arrije dia të rish ke shtëpia aty, edhe do të vi dituria ke shtratë yt aty. Nuk arrije dia, jo po do lexoj, do dëgjoj në YouTube, do lexoj në internet, jo. Duhet t'i plurosësh këmbët, t'i lodhësh, t'i ulësh gjunjët e tu, t'i bësh me kallo. T'ulesh me shishet e dietarëve. Dhe që t'ulesh ke ata do të mësosh gjuhën arabe, me mësosh Kuranin, bazat e hadithit dhe fikut e merat, dhe shkosh pastaj të marrësh kuptimin e saktë nga dietarët. Nuk arrihet dia çfarë tham me reatin e trupit. Allahu Akbar. Pika e 10 thoshë kujdesi për gjuhën arabe. Sa po e folëm. Merr nga gjuha arabe ai sa të drejtohet gjuha dhe të kuptosh tot lidhjen e kuptimeve. Prisi besimtarëve Omar ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu thoshte: ta'allamu al-arabiyya fa innaha min dinikum. Mësojeni gjuhën arabe se ajo është prej fesë suaj. Shili sa Taimia ka një ijtihad të bukur thotë: mësimi i gjuhës arabe për nxënësin e dijes është wajib. I thoshim pse kështu shih? Thoshte sepse kërkimi i dijes është wajib, thotë talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kërkimi i dijes është obligim për çdo musliman dhe muslimane. Dhe ajo thotë ma lam yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib, është një bazë në fiqh. Ajo që nuk arrihet obligimi vetëm se nëpërmjet saj bëhet obligim. Pra si do arrish diturinë ti? Dituria në çfarë gjuhë është prangosur? Dietarët çfarë gjuhë flasin? Arabisht. Librat Kurani, librat e tefsirit dhe librat e sunetit, çfarë gjuhë janë prangosur dhe janë regjistruar? Në arabisht. Pra nëse nuk je arabisht folës, nuk bësh dot lënës dije. Do presësh përkthimet e Zeidit, Amrit, Bilalit, Hasanit, Huseinit dhe me radhë, me gjithë stërmërimet dhe gabimet që kanë në këto, edhe do të arrish çfarë? Ai pluri i dijes. Pra që të marrësh dije, ta marrësh, shkosh ta pish, t'jesh ambicioz. Sa mirë i thotë tjetrit, mos ma jep ujë në shishe plastike se të shkoj ta pi te burimi. Po diturinë e fesë Allahu subhanahu wa taala, nuk shkon ta marrësh te burimi. Ku është burimi? Pra në gojë e dietarëve. Në mesizet e dietarëve. Barakallahu fikum. 11 është shehu. Udhëtimi thotë për kërkimin e dijes. Kjo është një bazë tepër e fortë, ka bazë në domethënë veprat e selef dhe emigruan për te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për Medinë. Dhe kur diqi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çfarë, tabinët emigruan dhe u thuan për ke sahabët. Dhe kështu me radhë bas brezi çfarë, selefët tan kanë udhëtuar dhe emigruar dhe janë lodhur vite të gjata për shkuar për ta marrë dijen nga burimi. Neve sot elhamdulillah kemi Buhariu, Muslimin e me radhë dhe librat dhe as ato nuk i lexojmë, nuk i shpjetojmë, na ka zënë plur ke shtëpia. Ose njoft zën sa dije studenta, thotë lere vllai se më kanë zënë thotë plur librat ke shtëpia biblioteka. Kam vite që jam kthyer nga Medinë, nga ku diun, nga vende ku ka studiuar, kur atij studentit i kanë zënë plura, domethënë librat, po ne të tjerët la ilaha illallah, Allahu na përmirësoft. Pra udhëtimi për kërkimin e dijes dhe kjo është një bazë tepër e fortë, pra dhe do bishim me zësin e dijes.
Profeti Allahut Musa alayhis salam udhëtoi për një çështje nga dijet nafile shtesë. Kur në surën Kaf shkoi e që Allahu ke Khidri rahimahullah dhe përfitoi domethënë nga atë shoqëroi tha të mësosh prej asaj që të është mësuar prej udhëzimit dhe dijes së saktë dhe drejtë. Pasi pejgamberi Allahut udhëtoi që të merrte pra nga dituria që Allahu i pa dhënë Khidrit alayhis salam dhe rahimahullah. Gjithashtu udhëtimi për të dietarët dhe mërgimi të ndihmojnë në veçimin nga njerëzit në përfitimin e dijes. Pa qyt at-tafarrugh li talab al-ilm. Të veçohesh, shpreokupohesh pra të izolohesh në kërkimin e dijes. Këshilla tjetër është largimi nga imitimi dhe pasimi i verbër, nga taklidi. Allahu lësuar thot: "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Mos ndiqë atë për të cilën nuk ke dije. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mos u bëj verbër, pra mos përcill të amplifikoj fjalët e dietarëve, qofshin e dietar nëse nuk di argumentin. Ebu Hanifa thot e ka haram ai që nuk di argumentin tim që të marri prej fjalës sime. Prandaj kur memorizon fjalën e dietarit apo thënien e tij, është më parsorë të memorizosh dhe të mësosh argumentin e tij. Pra mos i bëj taklid dietarit, por merr delilin qala Allahu wa qala rasuluhu. Ka thënë Allahu këtë dërguari i tij sipas kuptimit të selefëve të anëmirë Allahu mëshiroft. Pika 12 largimi nga imitimi dhe pasimi i verbër taklidi. E përmendëm ajetin, mos ndiqë atë për të cilën nuk ke dituri, thot Allahu lartësuar. Kjo është pak e gjerë dhe citatet e selefëve nga qortimi dhe parlajmërimi dhe kërcënimi nga imitimi i tyre i verbër janë të shumta. Sheikh Al-Albani ka përmendur disa prej tyre në disa faqe tek libri i tij Sifatu Salatin Nabi, kthehej në këtë libri ku fjalët e katër imamllarëve të mëdhenj, të katër madhhabeve, në qortimin dhe parlajmërimin edhe kërcënimin atyre që i pasojnë ata verbrisht edhe braktisin pra Kur'anin dhe Sunetin dhe thëniet e selefëve. Pika tjetër është largimi nga debatet dhe polemikat. Imam Tirmidhi transmeton në xhamiun e tij nga Abu Umama al-Bahili radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Asnjë popull nuk ka humbur pasi ishte në udhëzim, verse kur ju dha polemika." Pastaj lexoj: "Ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun." Ata nuk ta sodën atë verse për polemik, por ata janë popull shergji dhe grilavec. Pra shive polemika çfarë? Sjell grindje, sjell përçarje të zemrave, sjell pak kënaqësira. Kështu që shiku thot pra mos debatoni mes jush, po as me mësuesin tat apo me shihun tat apo me duhet të jesh me edukat, edhe nëse do të refuzosh diçka çfarë, kesh edukat të lartë dhe mos të hysh polemizosh me atë që po ta mëson dijen, po edhe pse me edukat të lartë dhe të kesh për qëllim arritjen e vërtetës, të triumfoj haku. I thot Imam Ahmedi rahimahullah, i thot dikujt për bashkëprosve të ishte jo arab, ishte ajemi. I thot o filan, thot, shof thot që në çdo debat që ke pas me njerëzit e bidatit dhe me njerëzit që ke polemizuar dhe debatuar me ta, thot ti ke dalë triumfues, ke dalë fitimtar. Si arrite këtë gjë? I thot o i biri Ambeli, thot, sepse unë të sare që ulem debatoj me dikën, thot, kur ai flet hakun, thot, unë gëzohem pa mas. Dhe ai kur ai thot flet batilin, thot, ose nuk e qëllon, thot, unë mërzitem dhe pikëllohem shumë. Pra qëllimi i tij nuk ishte ta mundte kundërshtarin. Qëllimi i tij ishte të mundte shejtanin, të mundte batilin, triumfonte e vërteta. Ku jemi ne me këtë përgjigje kaq të hartë, që do shkruar domethënë me gërma të harta. Përsi me të triumfoj haku, se e tha Zejdi apo Amri, e tha Ebu Hamza, apo e tha Ebu Filani, e sishme, el-haku e hakan ju të tëba. Haku është më meritor që të pasohet, a i duhet triumfoj, që t'jesh për njëzve të hakut dhe të shpërblesh. Pra mos u bëj fanatik pas mendimit tënd në mos pajtimet në kuptim, ose në mos pajtimet e llojshmërisë, që të mos i thrasësh njerëzit në imitimin tënd pa e kuptuar. Inshallah, nëse i gjejmë 5 minuta kohë pasaj do sqaroj çfarë janë këto dy terma që ndoshta duken pak të vështira, duken çuditshëm. Jam thelluar, por se një moment tjetër do sqarojmë inshallah. Pika e 14 dhe e fundit
është thotë shihu kujdesi dhe maturia në dhënien e fetvave. Se është e pashmangshme, njerëzit kur shikojnë që ti marr mësime, që ke një farë zellje dhe aktiviteti dhe ke domethënë vjetërsinë, do të provosh, do të pyetesh. Sidomos kur si ka ardhur ka ajo poezia që thotë në tokën ku mungojnë domethënë shqiponjat, Harabeli do merret për shqiponj. Do vinë njerëzit do të pyesin. Ti ke pasur fillim nga dëshira që ti orientosh, ashtu do fillosh do të përgjigjesh. Do arash thuash Allahu alem, Allahu alem, Allahu alem. Do pyes dhe do të them, do I kthejmë fjalëve të, edhe çfarë të kesh kujdes, sepse do sprovohesh me kërkim fetvaje, ndërkohë do të thosh njerëzve, do të thosh ti thua fasalu ahla dhikri kuntum la ta'lamun. Pyesi njerëzit e dijes, dietar pa të nuk dini. E ti vetë fillon edhe çfarë? Merr rolin dhe zëvendjen e dietarëve, përshkak që i akoma një zog fillori, i akoma një von dietarët zog pule, si e bër Allah gjel. La ilaha illallah. الله الرسول ثوت ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون الله الكذب لا يفلحون. Pra ky është qëllimi, që mos të shkatrohesh. Mos thoni, thot I lartësuari, për ato që gjuhët tuaja e përshkruajnë rrejshëm, kjo është halal dhe kjo është haram, që të shpifni ndaj Allahut gënjeshtër. Vërtet ata që shpifën gënjeshtër ndaj Allahut nuk do të shpëtojnë. Allah në rritë. Dhe thotë që kjo përmbledhje nuk mjafton për këshillimin e studentit të dijes, kështu që ju këshilloj t'i ktheheni librit Jamiu Bayan al-Ilmi wa Fadli të Ibn Abdul Barrit nga Andaluzia, Allah mëshiroft, librit al-Ilm të Abu Khaythama Zubairi ibn Harbit, librit al-Ilm në Sahihun e Bukhariut dhe Sahihun e Muslimit, si dhe libra të tjerë nga thesaret e Islamit. Allahu na udhëzoft të gjithëve drejt asaj që ai pëlqen dhe që është I kënaqur me to. E mbyllim me kaq, lutem Allahun na bëj dobi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam wa sallallahu sallam wa baraka nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.